Përshëndetje, sot jemi në një intervistë shumë të veçantë me një artiste shumë të këndshme, cilët mezi presim të tregojmë për të. Sot jemi me Elena Fezgën, apo Fez, me emrin e saj artistik, cila do të sjellë një koncert në Tiranë në datën 12 qershor, ora 20, së bashku me një artist të mirënjohur italian, Fio Zanotti, së bashku me super bandin e tij, që do të vinë në Tiranë për të sjellë një koncert që nuk duhet të mungone. Përshëndetje, Elena. Përshëndetje. Shumë kënaqësi që jemi sot. Kënaqësia është e ime. Duam të tregojmë pak më shumë për koncertin. Si ka qenë për ty të sjellësh Fio Zanottin edhe bandin e tij në Tiranë? Jemi shumë i mirënjohur nga Italia që do të performojnë në Tiranë, dhe si ka qenë bashkëpunimi jot me të deri tani? Atëherë, ideja ka lindur pa bazë, domethënë, nuk është se e kishim në mendje të vinin të bënim koncertin e parë si shenjë të bashkëpunimit timin dhe me Fio Zanottin, por na u duk si shembull shumë i saktë edhe të dualizmit të formacionit tim edhe të jetës time të origjinave të mia, se unë duke qenë jam lindur e rritur në Itali, por me origjinë edhe me familje shqiptare, më pëlqen të ideja që ta tregoja edhe me koncertin tim të parë, kështu që edhe ky bashkëpunim mund të funksionojë shumë mirë edhe këtu, nga që edhe artistët që kanë punuar me Fion gjatë edhe Sanremos ose karrierat e tyre personale artistike, kanë qenë dhe shumë kanë qenë shqiptar, ose janë përputhur shumë me kulturën edhe me frymëzimin drejt Italisë të shqiptarëve. Kështu mu duk ide saktë e mirë. Është shumë e këndshme të shikojmë të ndërthurjen e kulturave, gjë që edhe ne si almanar të kemi dëshirë dhe merak gjithashtu. Kështu që më vjen shumë mirë edhe suksesa. Shumë faleminderit. Për koncertin që e përmendëm që do të organizohet në datën 12 qershor, në orën 20 tek salla e Kishës Ortodokse, presim që të ketë jo vetëm hite italiane, po dhe hite ndërkombëtare. Dhe ne do donim dëgjonim pak më shumë si është menduar struktura, çfarë është menduar për koncertin, sa instrumentistë pritet të jenë, banda si është të formuar, sepse do jetë një koncert i vërtet. Fez do këndoj, por gjithashtu do të ketë edhe shumë artistë që do të interpretojnë së bashku dhe në dirigjimin e Fios. Kështu që do donim na tregojë pak më tepër. Patjetër. Atëherë, koncerti do jetë pak i gjatë, se do jenë më shumë se 20 këngë në songlist. Edhe do vijoj në mes, do jetë pak si udhëtim, le të themi, në mes zhanreve, viteve, edhe gjuhëve do thoja. Sepse do kalojmë nga hitet që ka prodhuar edhe ka aranxhuar Fio Zanotti me Adriano Celentano, Naoxa, Ivana Spagna, etj, kështu që do lidhemi pak me nostalgjinë që ka dhe Italia dhe Shqipëria gjithashtu për ato vitet, për muzikën që luheshen ato vite, kështu që hiteve të Sanremos, se Fio ka bërë goxha Sanremo ndërkohë. Ite edhe këngë që kanë frymëzuar Fion gjatë karrierës vet, që i përshtatem më shumë amantëve njerëzve që i pëlqen edhe janë të tërhequr nga muzika rock edhe një zhanër pak më të fortë. Kështu që dashamirësit e rockut janë të dëgjoni me kujdes. Edhe pastaj duke kaluar gjithashtu dhe nga muzikën origjinale që kemi prodhuar në vitet e fundit me Fio Zanottin, dy të mia, do jetë dhe një gocë tjetër që ka prodhuar një këngë që është zhanër pak ndryshe nga të mijat, me Fion këto vitet e fundit. Kështu që po, pastaj me shumë mundësi do ketë dhe surprizë në Shqip, kështu që do jetë interesante, besoj, kjo lloj udhtimi mes zhanreve. Dhe është e bukur edhe që edhe prezantuesi Arditi ka edhe një lidhje emocionale po dhe profesionale me Fion, kështu që basta ka dhe një gjë që duhet vini ta zbuloni. Bendi, përsa i përket super bandit edhe artistëve që do jenë në skenë, bendi janë 10 muzikantë, i përfshirë Fio, edhe 3 back vocals, plus një back vocal që është ekstra përveç meje dhe gocës tjetër, unë do jem guest star. Kështu që nuk do jem pjesë e super bandit dhe të këngëtarëve të tjerë që do jenë në skenë, por do jem
si bashkëpunim, siç është bashkëpunimi me Fios gjatë koncertit, do jem guestari i natës. Edhe do jetë dhe një guestar le të themi tjetër që do bëj 2-3 këngë që është çuni i Fiot Zanotit, Massimo, që është muzikant gjithashtu, që do këndoj edhe do performoj më shumë pjesën Adriano Celentano, se ka një lidhje të veçantë. Okej, shumë janë, zbuluam goxha detaje, kështu që ishte pyetje që patjetër nuk mund të mungonte. Si je ndjerë ti në karrierën tënde, si ka qenë, si po planifikon ti jetë, si je ndjerë në Shqipëri? Atëherë, unë kam filluar shumë e vogël të këndoja edhe të performoja, sepse 6 vjeç kam filluar studimet në muzikë. Pastaj kam filluar në skenë shumë e vogël, që 7 vjeç, në Arena di Verona. Isha normalisht në korr, se isha shumë e vogël për të kënduar vetëm në Arena di Verona, por më ka ndihmuar shumë gjatë viteve. Le të themi që karriera ime efektivisht ka filluar vitin e fundit, një vit e gjysmë i fundit, edhe ka rastësi që karriera ime të fillonte në të njëjtin moment që unë u transferova këtu në Shqipëri. Se doja, mbarova bachelorin, mbarova studimet e mia, doja të provoja të shifja në qoftë se këtë kulturën dhe traditën, lidhjen që ndjejmë në Shqipërinë, edhe pse nuk jam rritur këtu, do e ndjeja në të njëjtën mënyrë duke jetuar këtu. Doja të shifja si duket Shqipëria përveç pushimeve. Kështu që nuk e mendoja, po edhe nga ana artistike kam qenë shumë e mirëpritur. Po funksionon mirë, deri tani që është shumë mirë. Shpresoj të vazhdoj gjithashtu. Dhe zhanra që bëj unë, që është pak larg nga komercialiteti që është në treg tash dhe në Shqipëri dhe në Itali, është shumë i mirëpritur nga gjithë brezet, kështu që jam shumë e lumtur. Deri tani nuk mund të ankohem edhe. Gjë dhe fakt për cilin na bëhet shumë qefi dhe vërtet urojmë suksese. Në Shqipëri dashamirësit e muzikës janë gjithnjë më të shumë, gjitha breza siç e përmendë, kështu që shpresojmë që rruga të jetë e hapur edhe të shikojmë gjithnjë më shumë gjëra të bukura, edhe si këto, po edhe tjera në vijim, edhe bashkëpunime patjetër. Shumë faleminderit. Dhe për ta vënë qershin mbi tortë, cila do ishte ftesa jote për ardashët shqiptar, po jo vetëm, se jo edhe ndërkombëtarë që duan të dëgjojnë një mbrëmje ndërkombëtare muzikore, pra jo vetëm italiane, po të shqiptare dhe ndërkombëtare, siç e përmendë, që të vinë, sepse është vetëm një natë që është data 12 qershor, kështu që nuk duhet ta humbin. Po, patjetër. Unë do thoja ftesa është e hapur, siç the ti, jo vetëm shqiptarëve që jetojnë këtu në Tiranë ose në Shqipëri, por edhe gjithashtu italianëve, që ka shumë që jetojnë këtu në Shqipëri, edhe kushdo që të jetë i tërhequr edhe të dojë të afrohet prap me muzikën live, se nuk jemi më të mësuar të rrim gjatë një koncerti, që mos jetë festival ose një situatë më argëtuese, le të themi, por muzika live është e rëndësishme. Kështu që sidomos për llojin e natës, llojin e koncertit, për variacionin mes zhanreve, edhe artistëve, edhe gjuhëve, siç thash në fillim, për mua do ishte shumë e rëndësishme, për mua do jetë edhe një natë ndryshe, sepse muzika nuk ka kufi. Le të jetë gjuhë ndryshe, le të jetë zhanër ndryshe, besoj se ky lloj koncerti mund të përqafojmë sa më shumë njerëz të ndryshëm mes tyre, që të argëtohen, domethënë të gjithë bashkë. Kështu që më vjen shumë mirë që ceke gjëra shumë bukura dhe shumë unike edhe për koncertin, që nuk ndodhin vërtet shumë shpesh koncerte me muzikë live, me orkestra, me instrumentistë, me këngëtarë që këndojnë vërtet live. Kështu që ne jemi shumë entuziastë që ky koncert po vjen në Tiranë, ne si po e presim, kështu që për gjithë dashamirësit e muzikës italiane, po dhe muzikës mirë shqiptare, po dhe muzikës rock, cila për fatin tonë keq nuk ka mjaftueshëm evente, kështu që mund të jetë një natë që patjetër ju kthen në kujtime, ju kujton momente shumë bukura që muzika përtej kufive dhe gjuhëve të ndryshme e sjell, e ka këtë fuqi. Kështu që shumë faleminderit për intervistën. Shumë faleminderit juve. Edhe ne ju rikujtojmë ftesën për datën 12 qershor për koncertin ka Fiot Zanotti dhe Super Bendi së bashku me Fez dhe artistë të tjerë që Fez i përmendi. Gjithashtu vlem të kujtojmë që biletat mund të gjeni
fizike dhe online. Biletat online i gjeni pranë platformës Kokoli, kurse biletat fizike i gjeni pranë te Kino Bar në blok edhe tek Soma Vinyl Station afër piramidës. Ju presim të jeni të shumt edhe ne do vijmë dhe me intervistat e tjera për këtë koncert kaq të bukur. Kështu që na ndiqni sërish. Shumë faleminderit.